Qeveria e inceneratorëve na xhongloi dhe plot 400 milion euro i çoi në drejtim të paditur, ndërsa sot, 11 vite më vonë, plerat vazhdojnë shtrihen në plazhin e Velipojës dhe në të gjithë Shqipërinë. Sot është fakt që asnjë prej inceneratorëve nuk punon, ndërkohë që është gjithashtu fakt që ne paguajmë çdo ditë dhjetra mijëra euro për punë të pakryera. Shqipëria e propagandës është e pastër, por Shqipëria e vërtet fatkeqësisht është totalisht nën pushtetin e mbeturina. Sigurisht që një qeveri me duar të pista si kjo e Edi Ramës, që 400 milion euro të inceneratorëve i ka çuar në drejtim të paditur, nuk e ka më legitimitetin moral të qëndrojë në fuqi. Ndaj Edi Rama i jep dorëheqjen. Qeveria e Shqipërisë i hapi rrugën ndërtimit me koncesion 3 inceneratorëve me argumentin se Shqipëria ndodhej në një emergjencë mjedisore. Konkretisht, inceneratori i Elbasanit u shpall në vitin 2014 dhe kushtoi rreth 22 milion euro. Inceneratori i Firit u shpall në vitin 2016 dhe kushtoi 25 milion euro, ndërsa inceneratori i Tiranës u shpall në vitin 2017 dhe kushtoi 128 milion euro. Së bashku me kostot e operimit, parashikohet që kostoja totale të shkojë në vlerën 400 milion euro.